Tingujt e Jazzit u rikthyen në teatrin Migjeni në mbrëmjen e edicionit të 17 të Shkodra Jazz Festival. Festivali që prej vitesh është kthyer në një nga ngjarjet e rëndësishme muzikore të qytetit, solli këtë herë në skenë kuartetin e artistit Kedi Barbullushi. Përmes improvizimit, ritmit dhe ndërthurjes së instrumentave, muzikantët krijuan një atmosferë të veçantë për publikun shkodran, duke bërë skenën e teatrit një pikë takimi mes traditës së jazzit dhe interpretimit bashkëkohor. Koncerti u zhvillua në kuadër të programit të festivalit, i cili po shtrihet në hapësira të ndryshme të qytetit. Për drejtuesin artistik të festivalit Florian Jakaj, jazzi nuk është vetëm një formë muzikore, por edhe një hapësirë ku artistët mund të shprehen lirshëm, të eksperimentojnë dhe të komunikojnë me publikun përmes muzikës. Një nga qëllimet tona është gjithmonë që të vlerësojmë dhe të japim hapësirë sa më shumë muzikantëve shkodran, jo vetëm ata që jetojnë në Shkodër ose në Shqipëri, por edhe ata që janë përtej kufive, sepse rikthimi në qytet, ridhania kontributit tyre dhe përvojës të tyre ka shumë rëndësi edhe për qytetin, sepse pasqyrojnë aty me tinguj të ri dhe me disa ndjenja që rikthehen në qytetin tonë. Në këtë edicion Shkodra Jazz Festival ka sjellë në Shkodër artistë dhe muzikant nga vende të ndryshme, duke pasuruar skenën kulturore të qytetit dhe duke krijuar mundësi për bashkëpunime të reja artistike. Pjesë e kuartetit ishte edhe perkusionisti Mateos Jardim, i cili vlerësoi përvojën e tij në Shqipëri dhe bashkëpunimin me Kedi Barbullushin. With my great friend Kedi Barbullushi, one of the Ndihem mjaft mirë që jam pjesë e këtij kuarteti dhe që bashkëpunoj me një artist si Kedi. Në Shqipëri po kaloj mirë dhe kam njohur njerëz fantastik. Shkodra Jazz Festival do të vijojë edhe përgjatë javës me koncerte të tjera, duke sjellë për publikun shkodran artist, interpretime dhe tinguj.